Në rëfen Imam Tabaraniu nga Ebu Hurajra radiallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë 2 recate të lehta që ju ish vlerësoni vullnetare, dëshira e këtij ka tregu me gisht të vori për t'i shtu në regjistrin e veprave të mira të tia është më e dashur për te sot kur është envor se krejt dunjaja që ju ka mbet juve pas. Subhanallah. Ky hadith neve na kujton rëndësinë dhe vlerën që ka namazi vullnetar dhe ka më qenë gjëja më e dëshirueshme kur ne të vendosemi nga familjarët e tanë në vorr. S'ka me në shku menja as të shpia, as të dyqani, as të pasuria, as të pozita, as të fëmija, të askush. Vetëm në dëshirë do e kemi edhe 2 recate namaz të kisha falë. Shifne, kjo është porosi e madhe që na thot mos e leni sunnetin, mos e leni namazin vullnetar, e të mos folim për farzin. Te që nuk falesh, mere vesh këtë punë, analizoje këtë porosi, kujtoje këtë moment, dë bëhesh pishman, ama atër dë bëhe dë vonë, s'ka mundësi njeriu mu dalë për vorit ti edhe mu rinjallë këtë botë edhe me ju dhonë mundësia me falë më namaz. Këtë hadith, Shekh Albani rahimullahu ta'ala e regjistron në vargu në haditheve të sakta me numër 1338. Ebu Hurajra radiallahu anhu shok i ngusht i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i cili këtë punë e dunjos i kalon me shoqëru pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, me mësu hadithet prej tij dhe me na i përcjell neve. E na sot duhet t'i marrim këto, t'i praktikojmë këto dhe t'u përcjellim tjerëve. Pra shifne porosin. I vdekuri mash dëshiron 2 recate nafile se sa këtë dunjoja që ka mbet pas vdekjes së tij. Falu sot që mos bëhesh pishman nesër.